podcast sot është akoma dhe më i veçantë nga gjitha ato që ne kemi organizuar dhe ju flet kombinati kësaj here është nga një tjetër këndvështrim, nga një tjetër eksperiencë që është ajo e mjekëve të kombinatit, dhe këtu jemi duke folur për mjek, pra që janë të përfshirë prej vitesh, jo vetëm se banojnë në njësi ngjashtë në kombinat, po edhe me eksperienca që janë reale, nga shpëtimi i jetës njerëzve, tek kujdesi për njerëzit, tek rëndësia që ata japin komunitetit, profesionistë natyrisht të dalluar, të dy. Edhe kam tu shumë kënaqësi që në krahun tim të majt prezantoj doktor Romeo Banin dhe në krahun tim të djathtë doktor Orient Hasanaj. Dhe më e mira do ishte në fakt se ju jeni mjek, dhe unë vi dhe nga një familje ku i mat ishte mjek ushtarak, po mjek në një familje ku gjithmonë dora e mjekut dhe detajizmi i një mjeku ndjehet, edhe mania e një mjeku ndjehet. Ai kujdese shumë për ne që nga momenti i larjes së perimeve e deri tek detajet tjera ishin bërë me sjelljen, me shoqërinë, me gjitha, nuk e di, mjekët janë mjek. Edhe tani më mirë se ju nuk mund ta prezantoj njëri veten tuaj. Mos më lini mua t'ju prezantoj, po mund ta bëni këtë gjë Spari, ju falenderoj për ftesën. Sinqerisht është një ndjesi jashtëzakonisht pozitive që të ndash përvoja që janë jetësore, janë profesionale, që lidhen pasgjithshmërisht me rrugtimin si profesionist. Në fakt, unë jam lindur dhe rritur në komunitetin e kombinatit, dhe për mua kombinati nuk është thjesht një lagje, por unë, nëse më lejoni ta përcaktoj, po dua ta them kështu, është identiteti im. Sepse aty jam formuar, aty jam pjekur, aty jam rritur, kam nisur rrugtimin profesional, dhe pata fatin që t'i shërbej për një periudhë 5 vjeçare në pozicionin e drejtorit qendrës shëndetësore dhe të mjekut familjes. Duhet kemi parasysh që qendra shëndetësore që mbulon shërbim për mbi 60.000 banor, nga cilët mbi 50.000 janë të rritur dhe mbi 10.000 janë fëmijë. Dhe ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme për një arsye shumë të thjeshtë. Shpesh herë ne përpiqemi që mjekësinë ta përcaktojmë thjesht si diagnostik, si trajtim, si recetë, por nuk është ashtu. Në gjykimin tim mjekësia quhet të plotësuar kur njerëzit hapin zemrën pa frikë tek ti. Vim për të marrë një shërbim, për të dëgjuar, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Dhe e them me krenari, nëse më lejohet ta them kështu. Të lejohet çdo gjë, fol troç. Jam shumë falendërues për mundësinë që mu dha, dhe ndihem realisht i vlerësuar që gëzoj respektin atij komuniteti, pasi unë besoj që kjo është gjëja më e mirë, gjëja më e vlefshme. Më pas rrugtimi vazhdoi në shërbimin onkologjik. Duke pasur mjek onkologjik, onkolog. Mjek kimioterapeut onkolog. Kimioterapeut onkolog. Pasi onkologjia është një disiplinë e cila është goxha komplekse, ka brenda kirurgjinë, radioterapinë, kimioterapinë, pra nuk është një disiplinë si të gjithë disiplinat tjera të mjekësisë. Pasur parasysh përvojën si mjek shërbimi shëndetësor parsor, si drejtues qendrës shëndetësore, si person pranë shëndetit publik, zgjodha të marr përsipër këtë sfidë që realisht është një sfidë shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë. Dhe gjatë rrugtimit si profesionist, shpesh herë më vjen ndërmendje një shprehje Kadares të Libri Kështjella, në cilën thuhet që kurora e luftës zbukurohet me margaritare dhe fitoreve, pavarësisht mënyrës si arrin ato. Dhe pa u zgjatur shumë, do doja që ta ilustroja me një rast që vërtet ka ngelur në mendje. Sikur se ju thash, punoja në kombinat, në komunitetin tim, një paciente një ditë prej ditësh paraqitet në shërbim onkologjik. Ndoshta ishte ngarkesa e punës dhe u tregova jo fort i vëmendshëm për ta identifikuar në moment. Pacientja nga ana tjetër ishte klinikisht në gjendje jo të mirë, me mbajtje fryme, me kaheksi, një smundje që ishte jashtëzakonisht e përparuar. Dhe në rutinën e përditshme, pranë konsultave, pyes ku e merr shërbimin shëndetësor, më thot në kombinat. Kë ke pasur mjek familje? Më thot doktor Romeon. Atëherë i them,
po unë jam doktor Romeo dhe ngren syt dhe në atë gjendje që ishte, zgjat krahët që në përqafoj. Ishte moment shumë emocional. Kolegët që panë gjithë skenën, gjithë situatën, më thonë, doktor Romeo, do merresh ti me këtë paciente. Se ishte një situatë që ngjalli emocion tek gjithë. Paciente kishte qenë në Gjermani, nuk di të ketë arsye objektive apo subjektive për mos trajtimin atje, por sikur se thot një filozof që unë kam shumë për zemër, Jean-Paul Sartre, që ne jemi të dënuar për të qenë të lirë. Unë kisha lirim për të vepruar sipas evidencave mjekësore, por dhe pacienti kishte lirim për të trajtuar ose për të mos trajtuar, për të refuzuar. Po ishte ajo marrëdhënie besimi që ishte ndërtuar prej kohësh dhe më tha të kam besuar ty, tha. Fillojmë trajtimin, në 2 ciklet e para pati një përmirësim gati 30%, ndërkohë ndiqeshe me ekzaminime imazherike, me skaner, me markues, që janë analiza specifike për smundjen, dhe mbasi përfundojnë 6 ciklet, shikojmë që nuk kishte fare prezencë tumori në organizëm. Markueset ishin kthyer brenda normës, klinikisht ishte në gjendje të shkëlqyer dhe familjarët të shqetësuar vinë dhe më pyesin. Doktor, si është gjendja? Dhe nuk e di pse më ishte automatizuar kjo shprehje kadares dhe në vend që ti përgjigjem që pacienti është shëruar, i them kurora e luftës bukurohet nga margaritarët e fitoreve pavarësisht mënyrës si arrin ato. Po doktor, tha, nuk po të kuptojmë. Atëherë po ja them, thash më thjesht. Kjo është një luftë që shpesh herë nuk shkon ashtu siç duam ne. Por kjo që ka ndodhur me motrën tuaj është vërtet një margaritar që mua ma ka zbukuruar luftën. Kështu që motra është e shëruar. Dhe sa herë shkëmbejemi rrugëve të kombinatit më përqafon, është kënaqësi domethënë. Ajo qoftë mirë edhe sepse këto janë smundje të vështira dhe mos pas kur kthim dhe kjo që ju tregoni është shumë prekse, natyrisht unë se prisja në këtë podcast kemi pasur shumë rrëfime po themi të veçanta, origjinale, por kjo ishte një nga herët që më të vërtet është shumë prekse. Faleminderit që ju vetëm erdhët dhe unë ju falenderoj juve sepse ju keni ardhur këtu me gjithçka, ju keni arritur vetë një jetë, gjithçka ju jeni vetë një jetë dhe ndërkohë keni pranuar që të vini dhe të uleni në një tryezë e cila gjithsesi drejtohet nga një person i cili sot ka dhe një barë politike, duke mos e bërë as pak të njanshëm të podcast, dhe unë do mundohem shumë që jo vetëm sot, po besoj që në të gjitha serialet e veta ka qenë i tillë, që ne këtu jemi troç, të vërtet, duam të tregojmë realitetin konkret, duam ta prekim atë dhe duam që të ndikojmë njëri tjetrin, ju mua, unë, ata që punojnë me mua dhe gjithë zona dhe komunitetit të na japin mundësinë nëpërmjet një votbesimi, nëpërmjet një besimi, nëpërmjet një komunikimi të tillë që ne ta përmirësojmë realitetin në këtë zonë. Ky është qëllimi, edhe unë ju vlerësoj shumë që ju respektoni këtë qëllim dhe prandaj jeni këtu me mua dhe nuk jeni këtu me mua për politikë apo për asgjë tjetër, po që vlerësojmë këtë qëllim edhe besojmë që vetëm duke qenë, si më thënë, të hapur edhe duke qenë të vërtet me njëri tjetrin, mund edhe ta bëjmë më të mundur që kjo të arrihet. Edhe do jetë më e pamundur që ne, si më thënë, edhe të shtiremi, po të duam, po edhe të anashkalojmë atë që është në fakt realiteti. Pra duke qenë kështu, mendoj që do jetë më e vështirë edhe për politikanët që t'i hikin përgjegjësive që duhet mbajnë, edhe kështu që unë këtë gjë bëj, kështu e ndjej, kështu e kam, edhe megjithatë sa do të përpiqem unë në rast se nuk do të kem mbështetje dhe njerëz me këtë botë kuptimi dhe me këtë emancipim që ju keni, do e kisha dhe unë jo të lehtë që ta ndjeja veten kaq familjar me zonën. Orient, unë njoh të babain tuaj sepse e kam koleg në strukturat tona. Kjo nuk ka lidhje fare me përzgjedhjen tuaj këtu, pra kjo ka qenë një përzgjedhje që ka ardhur nga një bisedë që ne kemi bërë për rrethet e mjekëve atje dhe edhe një herë nuk je djali babait këtu, pra këtu je vetja jote. Edhe unë nuk kondicionoj asnjëri, nuk kushtozoj asgjë në raportin tim me njerëzit sa i takon jo votës që jo, po as pikpamjeve, kështu që
Përshëndetje, si fillim ju faleminderit për ftesën dhe do doja t'ju uroja suksese në këtë rrugëtimin tuaj për të ndihmuar banorët e kombinatit. Unë jam Orienta Sana, jam nga Skrapari. Kam filluar në vitin 2011 fakultetin e mjekësisë në Tiranë, ku kam mbaruar studimet e larta për mjekësi të përgjithshme, më pas kam kryer specializimin pas universitar, po në të njëjtin universitet për kirurgji të përgjithshme. Dhe pastaj një sër mini specializimesh të vogla në fushën e kirurgjisë përgjithshme dhe urologjisë brenda dhe jashtë vendit. Kam punuar edhe në Skrapar si mjek familje, sepse jam shumë i lidhur me vendin ku rritem dhe ku kaloj një pjesë të jetës time. Dhe me njerë sa mbarova mjekësinë, do doja që të punoja një farë kohë dhe të shërbeja atij komuniteti ku unë jam lindur. Më pas kam vazhduar specializimin e kirurgjisë dhe para rreth një viti nëpërmjet portalit Mjek për Shqipërinë jam punësuar pranë qendrës shëndetësore numër 6, sepse edhe aty në kombinat kemi ardhur rreth vitit 2010-2011. Kam kaluar një pjesë shumë të rëndësishme të jetës time. Kam njohur njerëz të kombinatit dhe kam parë që janë fisnik, janë të sjellshëm, janë të edukuar, janë mirëkuptues, intelektual, edhe pa diskutim që nuk mund të kaloja dhe të vazhdoja karrierën time si kirurg i përgjithshëm pa i shërbyer edhe kësaj zone në një etapë të jetës time. Aty me njerëz sa kam ardhur jam gjendur shumë mirë, një pjesë e banorëve i njihja paraprakisht gjatë kohës që kam jetuar aty. Jam gjendur shumë mirë, kam gjetur një ambient shumë miqësor, edhe me kolegët gjendemi shumë mirë, komunikojmë, ndajmë eksperiencat, dhe mendoj që është një vend shumë i mirë për të punësuar si një kirurg i ri, se jo gjithmonë kushtet janë që të punësohesh në qendra të mëdha spitalore, por jo vetëm kjo, mendoj që është edhe shumë e rëndësishme që një profesionist i ri t'i njohë të gjithë etapat e sistemit ton shëndetësor dhe ku më mirë se sa në komunitetin ku është rritur, ku ka kaluar një pjesë të kohës. Aktualisht jam aty në qendrën shëndetësore, banorët e kombinatit janë, duhen thënë se thashë banorët e kombinatit janë vërtet njerëz shumë të sjellshëm me personelin mjekësor, edhe me mua në veçanti. Më kujtohen se më vazhdoj aktualisht edhe të jemi angazhuar dhe pranë shërbimit të urologjisë në QSUT me shërbimet e rojeve vullnetarisht. Dhe një pjesë e tyre i takoj edhe atje, dhe vinë edhe thonë shërbimi është i plotësuar, domethënë na trajton si kirurg këtu, si urolog këtej nga spitali tjetër, çka ka ngelur më thonë. Tani ju e dini që ne politikanët bëjmë edhe sondazhe dhe puna na çon të bëjmë dhe anketime dhe emrat tuaja, juaj doktor Bani dhe po emrat tuaja ishin të konfirmuar katërcipërisht nga zona që respekt i padiskutueshëm edhe vlerësimi i padiskutueshëm. Kështu që jo se juve nuk e dini këtë gjë, po që ta keni dhe të konfirmuar nga i sondazh politik, nuk është pa gjë. Kam gjithmonë dëshirën, nuk ndihem komod, por nuk e dhash një ngjyrim artistik të bisedës. Kujtohet një shprehje Da Vinci që thjeshtësia është sofistikimi më i madh. Domethënë, ndihemi mirë me veten për aq kohë sa kemi qenë të vërtetë dhe thjesht me ata banorë që realisht meritojnë që të keni shërbim sipas standardeve ndërkombëtare. Dhe kam përshtypjen që me pak përpjekje mund ndryshojnë shumë gjëra pozitivisht. Ardha e Orientit aty është sigurisht një vlerë. Kështu që nuk e di me çfarë optike ose me çfarë analize mund të bëhet për të zhvilluar oportunitetin në drejtim të materializimit të një shërbimi që të jetë sa më bashkëkohor për banorët e zonës që atë shërbim ta marrin aty. Ja, këtu jeni ju, për këtë jeni. Pra, dalim nga çdo lloj themi parashikimi të bisedës son, asnjë problem. Pra, unë dua të lirë bisedën dhe kështu e kemi dhe më mirë. Pra, ky është momenti për të folur tani që kjo qendër në kombinat, dhe unë mendoj kombinatin në fakt njësia 6 për ta maksimizuar edhe ekonomikisht çdo investim që ne duhet bëjmë atje, mendoj si një
njësi që duhet mendohet edhe me 14-ën, edhe me Kasharin, se janë gjithë zona afër që i kanë syt nga kombinati. Kombinati është një epicentër e një zone që duhet jetë një pellg shumë i madh banorësh që mund të jetë gati deri në 200.000 banorë së shpejti, gjithë ky pellg që po flasim, dhe është një zonë shumë e rëndësishme në mënyrë që ne t'i dedikohemi tani me atë që duhet jetë përçmëria jonë dhe steka jonë duhet jetë lart. Cila do ishte e ardhmja e afërt sipas jush në vizioni, po edhe në eksperiencën tuaj dhe në atë që ju dini nga çfarë banorëve u mungon më shumë për t'i ardhur atyre në ndihmë më pranë, më shpejt. Kam dëgjuar që sa më pak vizita të bëra në kohën e duhur, aq më shumë hospitalizime më vonë, aq më shumë kosto, aq më shumë ndonjëherë dhe fatalitetet, kapura vonë, sëmundje, trajtuara vonë, që tregon që nuk ka funksionuar shërbimi parsorë ndoshta sa duhet, ose ndoshta nuk është informacioni për rëndësinë e shërbimit parsor kaq efikas. Shërbimi parsor ka funksionuar, sepse me sa mbaj mend gjatë kohës që kam qenë drejtor i qendrës shëndetësore, aty bëheshin rreth 170.000 vizita në vit, që nuk janë pak. Por nëse më lejon të paralizoj një studim që un kam evidentuar nga Shoqata Europiane e Onkologjisë, ishte shumë interesant, pikërisht për t'i dhënë udh këtij argumenti, që është shumë interesante që në Bullgari për shembull investoi jashtëzakonisht shumë për trajtime në onkologji, trajtime të personalizuara, ndërkohë që Norvegjia kishte një investim 10 fish më pak. Dhe më e bukura në drejtim të endpointeve onkologjike, mbjetesa në Norvegji ishte disa fish më e lartë se sa në Bullgari. Që do të thotë, në këto vendet nordike kanë arritur të përqafojnë konceptin që shërbimi shëndetësor parsor, diagnostikimi i hershëm, depistimi i hershëm, edukimi i pacientëve, përkthehet në një benefit jo vetëm për pacientin, sepse rrit shanset për kurueshmëri edhe për sëmundje që janë potencialisht jetë kërcënuese, por nga ana tjetër redukton dhe kostot, sepse nëse bëhet një lloj vlerësimi apo një analize në progresion, ti shikon që vërtet ti mund të shpenzosh, mund të sforcohesh, mund të alokosh buxhete shumë të mëdha, por në fund ditës ti nuk arrin ato endpointe onkologjike apo rezultate shkencore që mund të arrijë një vend më i përparuar në këtë drejtim. Dhe në këtë aspekt ka për të bërë, pa diskutim. Këtu është fjala për një qendër më të pajisur, është fjala për specialitete që mund të zhvillohen aty, është fjala për të pasur më shumë teknologji, është fjala për të pasur më shumë personel, apo më shumë themi ristrukturim nga pikpamja e shërbimit më pranë komunitetit, sepse kemi dëgjuar tani me të thëna kështu me gojë dhëna, jo ka pasur maternitet, jo ka pasur ca dhoma, jo ka pasur ca shërbime dikur. Ne e dim shumë që nuk bijem në retorikën e nostalgjikëve sa i takon, se ne e dim shumë që nuk është se mjekësia nuk ka avancuar dhe nuk jemi sot ku më parë, po absolutisht. Ne duhet ta themi troç atë që i duhet zonës dhe ne të lobojmë, kjo është detyra ime në këtë mision që un kam, të lobojmë fort që të kemi jo vetëm politikat e duhura në një drejtim caktuar në shëndetësi, por të kemi edhe investimet e duhura në territor. Në këtë rast mua do më vlente ta dija nga ju që si do ta imagjinoni ty qendrën shëndetësore të kombinatit, duke imagjinuar edhe gjithë këtë që tham që ka filluar njerëz dhe po kthehen, ka filluar shumë njerëz të vinë për të investuar në Shqipëri, ka filluar të kemi edhe shumë njerëz të cilët e tranzitojnë Shqipërinë, kemi edhe shumë turistë, kemi edhe shumë banorë të cilët po i shtohen Tiranës. Tirana, vërtet nga Shqipëria njerëzit mund të kenë ende plane për të ikur për emigracion ose për të provuar dhe një punë më të mirë jashtë, fatin e tyre ndonjëherë, por Tirana është e sigurt që nuk po zvoglohet. Tirana vetëm zmadhohet, sepse vinë ata që janë nga gjithë Shqipëria në Tiranë. Kështu që në qendrën shëndetësore janë bërë shumë investime, për të qenë sinqert. Pra është qendrë shëndetësore e cila është bërë model nga pikpamja e infrastrukturës. Por sigurisht, nëse bëjmë një paralelizim, nuk e di nëse qëndron apo jo, është, po themi, gjysmë e dytë e shekullit 19, ne dim shumë mirë që u bën shumë shpikje shkencore, duke filluar me Marie Curie, që shpiku rentgenin, duke vazhduar me shpikjen e vaksinave, dizeli për motorin e brendshëm. Pra dua të them që u bë industrializimi, mirë po i gjithë ky proces nuk është se ndodhi as për një vit, as për 2, as për 10 vjet, domethënë. Teshi kohën e tij. Dua të them që
gjithmonë do jemi në pozitat e kritizerit. Pra do kërkojmë gjithmonë më shumë e më shumë. E rëndësishme është aty që ka një bazë të shëndetshme mjekësh, që ofron një shërbim të vlefshëm, bashkohor, dhe a ka gjëra për tu përmirësuar, a mund të arrisim stekën më lart, a mund të vim më shumë në ndihmë atij komuniteti, unë besoj që po. Unë besoj që po, dëshirën e kemi, dhe ju sigurisht, ju shoh goxha të angazhuar për t'i dhënë një push, një shtytje të fortë, por është një gjë që do materializuar. Për shembull, pacientë të cilët janë terminal, të pamundur për të lëvizur, janë pacientë të cilëve mund të vihet ndihmë me një shërbim shëndetësor, një personel, sipas një kalendari, sipas një grafiku, ose shpërndarja barnave në banesë për pacientë të cilët e kanë të pamundur për të lëvizur, ofrimi i një specialiteti tjetër, shtesë. Pra, ka gjithmonë hapësira për të përmirësuar, por e përgjithshmja është investuar, është ngritur një infrastrukturë e cila është model, dhe kemi bazën. Mjafton që të bëjmë atë efortin ton për ta çuar gjën më tuti, më tej. Sepse sikur se thotë ju, është një komunitet i cili është i madh, ka rreth 200.000 banor, por s'duhet të harrojmë që aty ka shërbim ginekologjie, ka shërbim kardiologjie, ka shërbim kirurgjie, është shërbim mjeku të familjes, është shërbimi pediatrik, ku ka pediatra të mrekullueshëm. Kështu që në termat e shërbime endokrinologjie patjetër, pra është konfiguruar dhe janë bërë në mënyrë sistematike përpjekje të vazhdueshme që shërbimi të jetë dinjitoz. Atëherë, kështu si thatë ju, është me vërtet edhe më bindse që ka një progres shumë të rëndësishëm. Unë duhet ju them, mbase ju habis, po unë duhet jemi i fundit që do mburem për në një gjë këtu. Sepse duhet që edhe po ka gjërat mira që janë bërë, mos jem unë i pari që i them, po të jemi duke i prekur nga realiteti. Shiko, unë kam filluar mjekësi në 2011-ën, edhe mendoj dhe kam qenë goxha i angazhuar në spital, si gjatë kohës fakultetit, ashtu edhe gjatë kohës specializimit, sidomos me shërbimet e rojeve, dhe e kam parë gjithë këtë periudhën e tranzicionit nga një sistem që kishte një mbingarkesë të qendrave spitalore, të paktën atje ku unë angazhohesha, deri në këtë pjesë tani. Pra, më përpara ka qenë një mbingarkesë e jashtëzakonshme e qendrës spitalore, sepse vinte çdo pacient i mundshëm për çdo patologji, ndoshta edhe për patologji që zgjidhshin tek mjeku i familjes, dhe zgjidhshin fare mirë. Dhe një pjesë e tyre, me çka kam kuptuar unë atë kohë, nuk është se vinin tek ne sepse nuk po zgjidhej problemi tek mjeku i familjes, por sepse ata kishin më shumë besim tek mjekët në qendrën spitalore. Pastaj me kalimin e kohës, mendoj, të paktën unë kështu mendoj, që kam filluar të kenë pak më shumë besim tek mjekësia e familjes dhe te mjekët e familjes, dhe një pjesë e patologjive që i zgjidhen nga ta, zgjidhen tashmë dhe trajtohen vetëm nga mjeku i familjes dhe ka më pak fluks. Nuk po them që fluksi është i ulët, fluksi përsëri është i lartë, sepse ka ende pacientë që e konsiderojnë mjekësinë dhe mjekët në qendrë spitalore universitare si më të përgatitur, është mentaliteti i tillë, ama mjekët e qendrave shëndetësore janë shumë të përgatitur. Unë të paktën këtë kam vëre kur kam punuar këtë vitin e fundit në qendrë spitalore, në kombinat, në qendrën shëndetësore në kombinat. Mjekët e familjes janë goxha të përgatitur. Domethënë, mendoj që patjetër ka vend për edukim të vazhdueshëm, për trajnime, për specializime, mini specializime në fushën e mjekësisë së familjes, por mendoj që janë goxha të përgatitur dhe e menaxhojnë shumë mirë situatën. Ju keni një profesion që nuk mund të thuash kurrë që ke bërë shkollën dhe e ke mbaruar. Ju jeni në përditësim të përjetshëm. Të përjetshëm ashtu është. Pyes ndonjërin edhe vetë shkencëtar në një farë mënyrë, që shpikni mënyra, studioni, bashkoni mënyra trajtimi, edhe nxirrni trajtime të reja, nuk e di, është një profesion shumë, duhet të jetë shumë i bukur si profesion, shumë i vështirë. Nuk është shkencë eksakte. Nuk është shkencë eksakte, përpiqemi që se trajtimi varet nga pacienti, nga patologjitë që ka, nga smundjet e tjera që ka. Dhe po ju thoja që aty në qendrën shëndetësore mjekët janë goxha të përgatitur, mendoj si strukturë është goxha e mirë. Unë kam pasur fatin që të përballem po ashtu edhe me doktor Romeon
në kombinat, ndërkohë që nuk isha as në specializim, isha thjesht student mjekësie për gjyshen time, për raste që kam pasur në lidhje me gjyshen time, dhe kam marrë një shërbim që në atë kohë kam ngelur jashtëzakonisht i kënaqur pa e ditur Dr. Romeo që unë isha student mjekësie, domethënë. Kam marrë një shërbim jashtëzakonisht mirë edhe mendoj që aktualisht si strukturë është goxha mirë, si përmirësim do të thoja që të shtoheshin specialistët në qendra shëndetësore. Nuk mendoj që aktualisht ka hapësirë fizike, sepse kam përshtypjen që nuk ka ambiente të lira, por ndoshta një zgjerim i qendrave shëndetësore dhe të shtoheshin më shumë specialistë, sepse e shikoj dhe nevojën e komunitetit që për disa patologji, për një konsult të thjesht, shkojnë deri tek 21 dhjetori, tek poliklinika atje. Dhe po ashtu ndoshta një përmirësim i mundshëm që nuk varet nga qendra shëndetësore, por varet kam përshtypjen nga qeveria, është i lidhur me preparatet e rimbursueshme, pra të zgjerohet më shumë lista e preparateve të rimbursueshme dhe të hiqen disa kufizime që e bëjnë këtë listë të pa aksesueshme për një pjesë të banorëve, që unë mendoj që janë goxha. Të paktën unë jam përballur me goxha prej tyre për preparate të ndryshme urologjike. Ka një kufizim, një kufizim moshe që mbi një moshë saktuar pse nuk e merrnin më dhe kjo duhet të riparohej urgjent sepse kishte mbi 70 vjeçar cilët nuk merrnin një. Jo, varet, shikoj, ka preparate të ndryshme, ka kufizime që janë të lidhur edhe mbi moshën 75 vjeç. Për shembull, ju jepet pacientëve mbi 75 vjeç, po në 75 nuk ju jepet, se është një ndër kriteret, le ta themi. Okay. Po ashtu ka dhe në pjesën e urologjisë, për shembull, janë disa preparate që përdoren bashkë me njëri tjetrin, sinergji për të trajtuar patologjitë e prostatës. Ndërkohë që në listën e preparateve të rimbursueshme mund të japësh ose njërin ose tjetrin, jo të dy bashkë. Protokollet europiane me të cilat ne punojmë sugjerojnë edhe dhënien e të dyja një herësh, pra të dyja preparateve një herësh. Dhe kjo është një farë vështirësie sepse pacientët njërin prej tyre do duhet ta blejnë. Protokollet tona që të përputhen me ato europiane dhe të shikohet që mos ketë kufizime moshe ose në një lloj mbi preparatet për ato që janë të rimbursueshme. Ndodh që shpesh një kurim i pakujdesshëm i marr kështu me iniciativë personale të bëjë që të bjerë edhe efekti i një ilaçi ndaj personit sepse ai e përdor gabimisht atë ilaç edhe apo është një problem i cili lidhet me cilësinë e ilaçeve. Kam përshtypjen që diskutimin po e bëjmë makro. Domethënë është një gjë që kam përshtypjen që të kërkon një vizion çik më të del përtej qendrës, por është e lidhur me profesionin tonë. Se e dëgjoj edhe këtë që efekti i ilaçeve, cilësia e ilaçeve. Po kjo mund të jetë edhe një përshtypje e gabuar dhe e nxituar që nuk ka lidhje vetëm me cilësinë e ilaçeve, por mund të jetë edhe me mënyrën e përdorimit të tyre. Është bisedë më e gjerë. Për aq kohë sa aty trajtohen prej vitesh të smur kronik dhe smundjet e tyre të paktën nga përvoja ime si mjek familje, si drejtori i qendrës shëndetësore, gjatë gjithë rrugtimit prej vitesh, po themi, kanë qenë të kontrolluara brenda atyre parametrave që ne i konsiderojmë klinik. Domethënë nuk kemi pse ta shikojmë me këtë sy, domethënë. Por nga ana tjetër do thoja që për ta kanalizuar bisedën aty ku realisht ne duam. Një qendër geriatrie për shembull do ishte një qendër do ishte me vlerë. Një qendër geriatrie që nuk kupton trajtimin për të smur që janë të pamundur, pra ofrimin e shërbimit në banesë për këta të smur, duke përfshirë dhe pacientë që janë terminal, paliativ, që vuajnë nga smundje të rënda, sepse në një farë mënyrë u vin ndihmë dhe familjeve, të cilët përjetojnë një stres të jashtëzakonshëm, sepse janë smundje shumë komplekse, domethënë. Pra, në panorama e përgjithshme është që burimet njerëzore janë, kapacitetet janë, çfarë mund bëhet më shumë domethënë. Edhe më, si themi, të jemi më operativ me këtë pjesë të këtyre nevojave që ndoshta nuk kanë të bëjnë dhe aq me shërimin e atyre të smurëve të cilët nuk janë të shurueshëm, po janë të rëndësishme për rritjen e cilësisë jetesës për familjet e tyre.
ajo që dëgjoj në disa vende, unë po e them juve edhe kështu për shtypje, sepse i kam dhe me komunikime që kam me banorët, edhe për shumë më vjerë në vëmendje që shërbimet e psikologjisë, të shërbimeve që lidhen me pjesën sociale, nuk diskutohet që në një moment caktuar takohen dhe ndikojnë edhe shërbimet shëndetësore, sepse këta qytetarë në rast se nuk trajtohen siç duhet dhe nuk asistohen siç duhet, nesër mund të jenë të sëmurë më të rëndë në një gjë, ose mund të shkryejnë pasoja nga sjellja e tyre, përveç se sa ndikojnë tek tjerët në familje dhe në shoqëri dhe në lagjet ku banojnë, dhe mos duhet një numër më i madh kujdestarësh në këtë drejtim, mos duhet një kujdes më i madh dhe për pjesën e atyre që sot janë smundje, mund të jenë fenomene të cilat duan trajtim. Ne jemi që gnifemi që si shoqëri që shkojmë vonë ke mjeku, domethënë që po themi e i lejojmë vetes ndonjëherë dhe në fillim bisedës ju na thatë që ju mjekët jeni detajist, unë kam përshtypjen që ju jeni shumë detajist dhe për të përgjigjur kësaj pyetje duhen shifra reale, domethënë. Por ideja e një shërbimi të tillë komunitar në ndihmë të njerëzve në nevojë, të cilët në një farë mënyre impaktojnë dhe familjarët të afërmit. Duke sigurisht kemi pak po themi psikolog dhe kujdestar të këtyre problemeve në rang lagje dhe zone, dhe jo se nuk i japim rëndësi problemeve, po ndoshta mund të ketë mangësi ose mund të ketë mungesë personeli, ose ndoshta duhet të rrisim vëmendjen në të drejtim që, si më thënë, të gjendemi njerëzve dhe kur kanë probleme që nuk janë ende smundje, domethënë edhe që po që nesër mund të kthehen në probleme që mund t'i largojnë ata nga puna, mund t'i bëjnë ata të pashoqërueshëm, mund t'i bëjnë ata të jenë, s'po them të rrezikshëm, po mund të jenë si më thënë një problem për të tjerët, për kolegët e tjerë, dhe ne jemi, nuk e di, ndoshta edhe jeta që ne bëjmë është më e egër në një farë mënyrë, edhe në marrëdhëniet që ne kemi në përgjithësi me të tjerët dhe në punë, edhe po them, më thoshte motra një ditë që Bled mos e lejo më që të nxehesh kështu si e nxehur dje për një gjë që unë thash dhe bëra, ku diun se po ja tregoja, se tha po ti ishe këtu me mua në spital, se punon në Kaliforni në një spital si ndihmës mjeke, kanë ikur me emigracion dhe është atje. Po ta bëja unë këtë këtu, tha, do më çonin, tha, të paktën në një 3-4 teste psikologjike dhe sjellje, dhe pastaj ndoshta më vonë, tha, nuk më jepnin më dhe licencën për të bërë këtë punë që bëj, që është ndihmës mjeke, kupton, dhe pra, shife me kujdesa, shife këtë gjitha, se po ne jetojmë në një regjim shumë frenetik jete këtu, dhe i lejojmë vetes ndonjëherë çdo gjë. Edhe kjo ndoshta do më shumë kujdes nga pikpamja. Nuk po them tani për kombinatin, e kam në përgjithësi që ndoshta shoqëria ka nevojë përpara se të ketë mjekët, ndoshta edhe për një kujdes më të mirë. Të diskutim kam bërë me një psikosocial, kupton? Patjetër, kolegun tim që është psikiatër, dhe është pikërisht kjo, domethënë që ndoshta duhet potencuar një çik kjo, po themi, raporti njerëzor ose psikomodelimi, pra një qasje që të jetë më e intensifikuar, ndoshta edhe në mënyrë më kapilare për t'i shkuar pranë banorëve, sepse e thash dhe më përpara, mjekësia nuk është diagnostik, nuk është trajtim, nuk është recetë, nuk është thjesht medikament. Në radhë parë, mjekësia quhet e plotësuar nëse ai që ka nevojë arrin të hapi zemrën pa frikë për të kërkuar ndihmë. Kështu që në gjykimin tim janë komplementare, nuk mund t'i ndajmë. Komunikim dhe shumë themi, si ta thuash, pra kjo se s'po themi këtu që nuk diskutohet që mund të ketë lidhje shumë edhe me edukimin, mjekësia dhe me të gjitha, po do një përkujdesje më të madhe për të gjithë në shumë ambiente dhe hapësira ku ne zhvillojmë jetën tonë dhe aktivitetet, ku ndoshta ka sot fenomene të cilat neve nuk na duken problem, po që ndoshta duhet kujdesemi ti trajtojmë. Një që tjetër i duhet flisja me ju është, dhe këtu unë ju pyes ju, mbi motivimin, mbi pagat, mbi shpërblimin, mbi si ndiheni ju. Natyrisht që mund të jeni nivelet ndryshme, se ndoshta ju jeni sot mjek onkolog dhe ndoshta jeni në një ka ndryshuar të rëndësishme kombëtare. Edhe mjekët specialistë poliklinikave kanë ndryshuar sistemi pagave, pa diskutim. Biles mbaj mend fillimet e mia, paga që merrja si mjek familje, domethënë, po shumë herët, ndoshta 2006, mos gaboj, mbas marrimit të fakultetit ka qenë diku ke 200.000 lekë vjetra, domethënë.
ka patur ndryshime pa diskutim. Pagat sigurisht gjithmonë ka një lloj raporti që në Europë njihet si balance of work and life. Dhe kjo balance and work and life ka lidhje me fenomene që kanë të bëjnë me ngarkesën punë, me shmangjen e fenomenit burnout, me kushtet e punës, por mblejo të rikthehemi edhe një herë kjo pjesa historike e asaj që ka ndodhur mbas gjysmës së dytë të shekullit 19. Pra, një sër zhvillimesh që quhen industrializim, por që nuk erdhen në njësinë e kohës. Këtë nuk duhet të harrojmë, sepse sigurisht mund të kërkojmë standarde si perëndim, por duhet kuptojnë që janë demokraci shumë më të konsoliduara, domethënë. Kështu që gjërat duhet të shkojnë paralel. Pra, politika në mbështetje të personelit mjekësor, sepse është ai që sakrifikon, që ka një barë të jashtëzakonshme, politika të cilat të krijojnë një ambient motivues për edukimin vazhdim, që të ndihet kënaqësia e punës, dhe sigurisht e sistemi incentivues i pagave. Po mjafton të them një argument që çuditërisht në Shqipëri, domethënë mbas ndryshimeve që ndodhen mbas demokracisë, numri i skanerave për frym është më i madh se Hungaria, që është një nonsens i madh, ndërkohë që 78% e smundjeve në mjekësi mund trajtohen përmes një ultrasaundi, një ekoje, dhe në botë doktori di shumë mirë që ultrasaundin e ekon e përdor dhe mjeku familjes. Pra, dua të them që adresimi i drejtë i nevojave të personelit shëndetësor, të mjekëve, mund të jetë një mënyrë motivimi, pra ka gjithmonë fusha dhe hapësira për të përmirësuar. Nuk duhet të improvizojmë, nuk duhet të egzagjerojmë kot, nuk duhet të mbi investojmë në një sektor caktuar të mjekësisë, po themi, po që mund mos jetë ai që jep kthimin më të mirë të këtij investimi. Të drejta gjitha këto, po duhet ta prek pjesën që ka një perceptim publik i cili është shumë i përmirësuar, edhe kjo lidhet edhe në përgjithësi me të dhënat për korrupsionin në rang vendi, po ka një perceptim publik dhe mua më ka shqetësuar kudo ku kam punuar që të bëja çmos që përmes motivimit ne të kishim punonjës shumë më të ndërgjegjshëm. Nuk diskutohet që një mjek i mirë është një mendje e ndritur, e çmuar, e duket edhe nga biseda që bëj me ju se çfarë edukate shpërfaqni ju në bisedë dhe në artikulimin tuaj. Ndërgjegja nuk diskutohet që është me efort në njerëz që janë profesionalisht shumë zhvilluar dhe shumë si më thënë të larta, të themi, dhe nuk diskutohet që nga ana tjetër fenomeni i korrupsionit në vendin tonë. A rrim dot ne me motivimin e deri tanishëm dhe a është ky motivimi mjaftueshëm që ne të bëjmë që kjo të kthehet në një masë kritike shumë të madhe, ku mjeku ta gjej veten mirë, ku aty me pagën që merr të plotësohen dëshirat, nevojat familjare, vetjake të jetesës tij, të justifikohet gjithë kjo lodhje në kushtet e një vendi ku gjithsesi shoqëria është më e trazuar, nuk kemi në kushte optimale, po themi, si në ndonjë vend tjetër të zhvilluar të Bashkimit Evropian, dhe a është kjo mënyra më e mirë për ta luftuar korrupsionin, se sa thjesht të flasim për korrupsionin dhe të vëmë gishtin gjithmonë që dhash në spital, shkova në spital, më kërkuan në spital e tjerë, ndonjëherë duke ja futur kot. To mblejosh ti rikthehemi edhe një herë kadarese. Nuk do të bëjmë shumë të pengoj fare, nuk do të bëjmë shumë filozofik, po më tepër e kam si mesazh, domethënë, në tek libri Kështjella është momenti që rrethohet Kështjellë e Krujës, por nuk po arrini ta pushtonin. Dhe thirret arkitekt Kauri, një nga më të fuqishmit, më të zgjuarit, për të prerë ujin në mënyrë që të bënin që ata që ishin Kështjellë dorëzoheshin. Nuk ja del dot dhe po themi punën e arkitektit e bën një kal, të cilin e ushqen me krip, e lën 3 ditë pa ujë dhe ajo instikti i etjes bën që ai të gjej ku është burimi kryesor i Kështjellës. Dhe reagimi i Eniçerve ishte çdo shkollën, arsimin, universitetin e arkitektit, ne kemi kalin. Pra, duhet të them që në gjykimin tim ajo që ka peshën specifike gravitacionale në shoqëri është arsimi. Pra, nëse ne krijojmë modele të shëndetshme të edukimit në vazhdim, që edhe mjeku dhe mësuesi të ndihet komod, të ndihet i vlerësuar, të jetë një figurë elitare, sigurisht do krijonin lehtësira shumë të mëdha edhe duke i motivuar
pa u fokusuar vetëm ke incentivimi. Incentivimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra, vetëm ke paga, po ke të gjithë aspektet që ndihmojnë formimin, komponentët, pra rritjen profesionale. Njeriu duhet ndihet i kënaqur me atë që bën, sepse siç thuhet, që një punë që e bën me qef nuk është punë, domethënë. Kështu që ka sigurisht gjëra për të ndryshuar, ka mjekët në gjykimin tim bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Duhet të kuptojmë që edhe mjekët njerëz janë, me lëvizje demografike të popullsisë kuptohet që Tirana ka shkuar, nuk e di, mbi 1 milion banor. Po, gjithë metropoli në përgjithësi me gjithë zonat përreth. Dhe e gjithë kjo dëndësi ka nevojë për një lloj menaxhimi, po themi, adresimi siç duhet nevojave, në mënyrë që të ruajnë ekuilibrin dhe ai mjeku, thua, ta ndjej veten komod në ushtrimin e profesionit, pse jo të barabartë edhe me kolegët evropianë, sepse sikurse e dini, shumë nga mjekët kanë emigruar jashtë dhe nuk është se janë parë, nuk është se janë më të çmuara të shoqërisë të tyre dhe të shoqërisë, ne nuk duhet ta humbim në ekonominë tonë edhe për interesin publik dhe për shëndetin e qytetarëve, por nuk duhet ta humbim edhe për sa ka investuar shteti deri diku, edhe ata vetë, por natyrisht edhe shteti ka investuar. Nëse më lejoni, unë për vete mendoj që për sa i përket sistemit pagave, patjetër që ka përmirësim në Shqipëri, por për rolin që mjeku ka, pa diskutim që ka vend ende për përmirësim të mëtejshëm. Ndërsa për sa i përket çështjeve tjera, situatave tjera të rrushfetit, të kërkimit që bëjnë mjekët, një grup mjekësh, ajo është një gjë që mendoj që është individuale dhe jo e lidhur dhe jo një gjë që karakterizon siç mendohet rëndom çdo mjek. Pra është e lidhur më shumë me çështjen e arsimimit, më shumë me çështjen e mentalitetit që mund të kenë individ caktuar sesa me një karakteristikë që ka çdo mjek, le të themi. Kështu që përmirësim, vend për përmirësim ka, jo vetëm në mjekësi, po edhe në çdo fushë, por patjetër që duhet të jemi edhe një çik koherent me situatën, duhet të jemi patjetër të ndërgjegjshëm që këto rritje, këto përmirësime të kushteve të punës edhe të pagës së mjekëve lidhen edhe lidhen me shtetin, pra edhe me mundësitë. Me mundësitë. Nëse shteti e ka mundësinë, unë jam i bindur që nuk ka asnjë shtet në botë që nuk do donte që pagën mjekëve dhe punëtorëve të vet tua bënte sa do donin ata. Jam i bindur, pra ajo është e lidhur me mundësitë. Përmirësimet kanë ardhur pa diskutim. Mendoj gati 2 fish. Paktën me ça kam filluar unë të punoj si mjek familje, tani si mjek kirurg. Nuk mendoj që ka një diskordancë të madhe ndërmjet mjekëve të specialistë në qendrat shëndetësore dhe ata në qendrat universitare, lidhet me gjërat vogla që ka të bëjë me shërbimet e rojeve që mbulojnë dhe me orë të shtesë të punës që bëjnë mjekët në qendra terciare, kështu që mendoj që një specialist mund të ndihet mirë si në qendër të madhe spitalore, ashtu dhe në një qendër shëndetësore, për aq kohë sa ai është duke i shërbyer një komuniteti që do, pra nga pikpamja pagës mendoj që nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe, le ta themi. Për aq kohë sa mjeku bën atë që do, është siç tha edhe doktori, nëse ti do ta bësh atë që po bën, nuk e përpunuar asnjë ditë në jetën tënde, kështu që. Kjo është temë shumë e gjerë, edhe me thënë drejtën, unë nuk jam po themi specialisti i fushës, edhe nuk dua të po themi të futem edhe më thellë pa e njohur mirë këtë fushë, sepse kam pikpyetje në kokën time, sektori privat, sektori publik, çfarë ndodh mes së dyjave, rëndësia që ka që të jetë jo i konkurrueshëm, po themi mjeku ynë nga i sektorit publik nga i privat, po gjithsesi duhet të jenë dhe mundësitë për çdo që kudo ku ai punon, do të dëshiroja shumë që të ishte radhë parë në Shqipëri, pra të punonte në Shqipëri nëse do të kishim dhe klinika private, nëse do të kishim dhe investimin private, ne ta kishim dhe atë sektor shumë garant edhe shumë serioz në profesionalizëm dhe në cilësinë e shërbimit. Është fushë shumë e gjerë, edhe ndoshta nuk e rrokim dot të tërën në një podcast që ta dini, jemi përtej kozgjate se çdo podcast tjetër, pikërisht sepse tema që flitet me ju është shumë e gjerë, është shumë sensitive, që thatë ju.
Nuk e di cila do ishte thirrja juaj, e kam të një nga pikat që ekipi im ka këmbgulur të pyesja që cila do ishte një nga thirrjet tuaja për të rinjt që ndërojnë, domethënë të bëhen mjek, edhe si mund të ishte më mirë për t'ia nisur. Dim shumë familje që duan që fëmijët i kenë mjek, dim shumë fëmijë që ndoshta në fillim nuk e din ç'do të thënë të bësh mjek, edhe që pastaj i hyn kësaj rruge që duhet të jetë rrugë shumë e vështirë. Cila do ishte këshilla juaj dhe se duket shumë qartë që ju jeni të lidhur me komunitetin dhe duket shumë qartë që mjeku në përgjithësi është i lidhur me vendin, se është i lidhur me popullin e vet dhe nuk është kaq shtektar sa ç'duket. Pra një mjek duket sikur është në fakt shumë i lidhur me vendin e vet. Ka një lidhje me rrënjët, me zonën nga ka ardhur. Duket edhe nga mënyra si ju flisni. Po pse është kaq e rëndësishme kjo pjesë? Sepse ju lidh me komunitetin thjesht, ju lidh me vendin tuaj apo nuk është kështu? Apo është ju jeni të ftohtë dhe Jo, pa diskutim. kudo që shkoni mjafton të shikoni ato radiografitë edhe ekranet edhe ata për te janë njësoj. Jo, unë, siç e thash edhe më parë, kam një lidhje shumë të ngushtë me komunitetin ku rritem. Prandaj dhe kam vendosur që në çdo etapë të karrierës time në mjekësi, ti shërbej të paktën për një periudhë, ti shërbej komunitetin nga kam ardhur, si në skrapar, ashtu edhe në kombinat. Mendoj thirrja ime për të rinj që do duan të nisin këtë rrugën e mjekësisë do ishte që mos të kenë frikë. Se është krijuar një mendim që shkolla e mjekësisë është e gjatë, është e lodhshme, del vonë në jetë, gjëra të tilla, jo absolutisht. Mos të kenë frikë, të kenë durim, e vetmja gjë që duhet të kenë është durim, dhe pastaj me punë arrihet gjithçka. Është pa diskutim, nëse kanë dëshirë të ndjekin ëndrat e tyre, ta ndjekin ëndrën mjekësi, se ku ka më mirë se sa të kesh një mjek në familje. Do doja që në mënyrë shumë të sinqertë bëhen thirrje të gjithë të rinjve që ndrojnë që të ndjekin ëndrrën e mjekësisë. Tani për fat mirë informacioni është i përticuar, është online, mundësi specializimi kanë pafund. Pra, të mos e shikojnë me sy optimist largimin nga Shqipëria në drejt vendeve perëndimore, sepse si thot shpreha guri rënd vend vet. E para dhe e dyta janë mes njerëzve të tyre. Më mirë se kuptohesh me njerëz të tu nuk kuptohesh jashtë. Sido që të vi puna edhe nga përvojat që unë kam darë me kolegë të mi që kanë qenë shumë profesionistë, shumë ekspert, ata më kanë transmetuar që janë përshtatur me sistemin, janë bërë pjesë e sistemit, por që nuk e kanë pasur të thjeshtë dhe janë detyruar që të vuajnë gjithmonë idenë të qenurit të huaj. Janë mbajtur nivele të caktuara nga ata që kanë qenë shefa si për tyre, pikërisht për këtë qëllim, sepse tek e fundit, si thon gjermanët, e një Ausländer, e një huaj. Kështu që nëse bëjmë një paralelizëm midis periudhës para demokracisë, ku sigurisht vështirësia për të përqafuar me informacionin, për ta pasur informacionin në kohë reale ishte një pengesë e madhe. Tani më kam përshtypjen që çdo mjek, çdo profesionist mund të aderojë në shoqata ndërkombëtare europiane, mund të aksesojë për të qenë pjesë e mini specializimeve dhe sigurisht mund të ofrojë shërbimin vendit, se kam përshtypjen që vjen një moment që bëhesh pishman. Thua këtë kontribut, këtë djers që unë po e lën vend huaj, pse mos ta kisha mes njerëzve të mi, mes komunitetit tim. Ka diçka humanitare ke gjithë qenia juaj që kuptohet ka të bëjë me jetën me cilin ju përballeni për ditë, jeta në fiet perit e njerëzve, edhe me një gjë të vogël, ne burrat njerëz, ne jemi dhe frikacak, trembemi edhe për çdo gjë, po keni të bëni me ndjeshmërinë më të rëndësishme të njerëzve që ka të bëjë me jetën e tyre, të fëmijëve të tyre, të afërmëve të tyre. Ka diçka shumë humane tek gjithë gjëja që ndoshta kjo na bën të jemi edhe më territorial në kuptimin edhe më të tokzuar me vendin ton. Edhe se di, kjo është një nga bisedat më intelektuale që unë kam bërë, edhe më të thella në podcastin ton, që ndoshta nuk ka një numër të madh
fansash, po që ka një numër të madh me shikuesish. Ju falenderoj shumë për bisedën shumë sinqertë dhe nuk do doja ta ndërprisja bisedën, kuptimin e asaj që po flasim, po del që pas kemi në kombinat dy mjek shumë të përgatitur si ju, siç thotë edhe opinionin kombinat, edhe që unë ju falenderoj shumë. Nuk e di çfarë do lloj mesazhi tjetër ju do doni të shtonit në bisedës, jeni të lirë ta thoni, edhe doja që të hiqa mantelin e mjekut për një moment. Isha pjesë e komunitetit dhe duke parë angazhimin tuaj serioz, të radh parë të uroja suksese. Faleminderit. Dhe sigurisht për njerëz inovator që realisht janë asete publike, duhet patjetër mbështetje. Ky është mesazhi im, sepse e gjitha pasaj përkthehet në të mirë të komunitetit. Plotësisht dakord. Se unë duke mbuluar dhe inovacionin, në fakt tani po mendoja që juve një ditë mund edhe të operoni nga këtej me ato teknikat e reja robotike që operon dikën në një shtet tjetër nga Shqipëria dhe uroj të vijë ajo ditë, edhe ne do të investojmë edhe në këtë pjesë AI, inteligjencë artificiale, sot po bëjnë historinë, edhe gjithsesi ju falenderoj shumë për mbështetjen, për faktin që erdhët dhe për faktin që më besuat këtë drejtim podcasti për shëndetësinë. Me shumë shpresë do kemi ditë edhe më të mira për kombinatin, edhe me shumë falënderim për ju. Ju përshëndes. Faleminderit.